Në gjykatën speciale të Hagës ka përfunduar gjyqi ndaj ish-krerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Ish-krerët e UÇK-s u mbrojtën duke theksuar se provat e prokurorisë nuk janë të mjaftueshme për të nxjerrë një vendim fajësie. Ish-presidenti Hashim Thaçi tha se gjatë luftës ai ishte student në Zyri dhe se veprimet e tij ishin për lirinë e Kosovës dhe jo për marrjen e kontrollit të vendit. Unë jam plotësisht i pafajshëm. Unë nuk po bëja plane si ta merja kontrollin e Kosovë. I vetmi njeri që po bënte plane morbide, ishte Slobodan Miloševići. Prandaj duke i parë masakrat ndaj popullit tim, unë, si dhe shumë të tjerë, nuk mund të qëndroja indiferent, sepse nuk mund të qëndroja anash, ndërsa familja dhe popullin përballej me shfarosjen. Për këtë jam shumë krenar dhe nuk i bie pishman asnjëherë. Kadri Veseli theksoi rëndësinë e drejtësisë dhe paanshmërisë, duke nënvizuar se urrejtja dhe hakmarrja nuk mund të jenë udhërrëfyes të drejtësisë. Pas dekadash hetimesh, dokumentesh dhe dëshmish të panumërta, nuk ka asnjë provë që të tregojë se kanë kryer ndonjë krim. Nuk është provuar asnjë veprim i kundërlidhshëm nga ana ime. Në njëjtën kohë, kur nuk kam besuar se dhuna, urrejtja apo hakmarrja mund të jenë udhërrëfyes të ndershëm. Recep Selimi deklaroi se që në fillim është të përballur me një akt akuzë që e konsideron të pabazuar, duke shtuar se rrjedhja e procesit, sipas tij, ka treguar se akuzat ndaj tij dhe bashkëluftëtarëve janë të padrejta. Thash se po përballesha me një akt akuzë të pabazuar. Sot pas gjithë këtij rrugtimi, rrjedha e procesit më ka dhënë të drejtë. Akuzat ndaj nesh janë tërësisht të pabazuara dhe të padrejta. Të përpiqesh të ndërhysh me qëllim në ndryshimin e fakteve historike përmes akuzave me pretendime të shtrëmbuara, është thjesht të përpiqesh ta rishkruash historinë. Ish-kryeparlamentari Jakub Krasniqi mbajti fjalën e tij i fundit përpara dhomave të specializuara në Hagë, me kollaren që mbante detaje të veçanta të simboleve kombëtare dhe patriotike. Krasniqi tha se ky është viti 16 nga 75 vitet e jetës së tij që ka kaluar në burg me të vetmin qëllim, lirinë e Kosovës. Ndodhem në vitin tim të 16 të burgimit. Vetëm se luftova për liri, pavarësinë e popullit tim. Akuzat e prokurorisë kundër nesh dhe UÇK-s janë ndërtuar mbi narrativat e atyre që shkaktuan disa luftra në gjithë Federatën Jugoslave brenda një dekade të vetme. Pas fjalëve përfundimtare, tashmë gjykata ka kohë për të analizuar të gjitha provat dhe pretendimet përpara se të japë vendimin përfundimtar.